2-3 minutë, mirë po ja vlen të trajtojmë pak ma detajlisht. Kodi procedurës penale, normat, pse janë kriju? Qëllimin e kanë krijimin e rregullave, të cilat e detyrojnë prokurorin, gjykatën dhe pjesëmarrësit tjerë të veprojnë në harmoni me të njëjtat. Çka nuk kupton? Ky kod e rregullon fushën prej fillimit të hetimeve e deri te pjesa ku lidhet me shqyrtimin gjyqësor në shkallë parë, në shkallë dytë, në gjykatë supreme e tjera e tjera. Pjesa që lidhet me thirrjen e dëshmitarit është një dispozitë në 132, pjesë e kapitullit të 9, hetimi dhe fazat e procedurës penale. Ajo e përcakton në mënyrë taksative si dhe në çfarë mënyre duhet veprohet me dëshmitarin. Mirë po paraqitet pyetja, kjo normë është komplete, a ka zvrasësi në të njëjtën? E vërtetë është që ka. Sikur se cilën normë. E vërtetë Gjithërë është ajo zbrastia që më pastaj ja palëve mos i të interpretimet. Këta ke thonë jashtëzakonisht mirë. Ta zanë një rast penal, një çështje penale, rastin Kleçka, ka qenë një gjyqtar amerikan, anglez, edhe në një moment është çështje e përfunduar, prandaj edhe pe trajtoj vetëm në aspektin procedural. Në një moment mbrojtja i propozon disa dëshmitar. Edhe prokurori i merr në pyetje në fazën e gjykimit. Mbrojtja në atë kohë e kundërshtoi mënyrën e veprimit të tillë. Gjyqtari në seancë na tha, shkurtimisht, apo mos e këshyni një normë me shtjellu në aspektin e ngushtë të interpretimit. Po ju do të interpretoni në aspektin e përgjithshëm atë normë. Kjo i bën që nëse prokurori i ka marrë në pyetje dhe vjen përfundim se nuk ka elemente të veprës penale për njëjtit për cilët e ka ngrit akuzën, ai e mbyll këtë proces, të rriqet prej akuzës. Prandaj edhe në këtë rast është e vërtetë që pa asnjë arsye ka ardhur kjo çështje deri te gjykata. E ka implikuar gjykatën, e cila më së paku është dashur. Se tash rëndohet barra themi kur kalçu urdhër gjykata? Po, ndëgjani. Unë mendoj se dëmtohet jashtëzakonisht shumë sistemi i drejtësisë. Është duke u dëmtuar, edhe më tutje. Edhe Republika e Kosovës. Shtetin përgjithësi. Në shtetin përgjithësi. Po në fundit po dëmtohet edhe pozita e kryeministrit. Është ftuar një kryeministër, nëse nisemi në praktik, a ka pas veprime natyrës kur një kryeministër është dëgjuar në lokalet në zyrat e kryeministrisë? Po. Kështu thuhet. Po veç thuhet, por që mohohet më pastaj. Kështu thuhet, unë nuk e di, për nëse ajo është e vërtetë, është një praktikë gjyqësore e cila çon pesh, nëse dikush ka dhënë deklarat në zyrat e kryeministrisë, pse atëherë kryeministri tani shumë nuk mund merr? Ose nëse na, avokatët në shqyrtime gjyqësore, po edhe në fazën e hetimeve, ke marrë pjesë në veprime hetimore caktuara në shtëpi, kem dëgju një dëshmitar të zanë, ose e kem dëgju në cilësinë e dëshmitarit një të burgosurit që ka qenë në vujtje dënimit, ose nëse kem dalë në vendin e ngjarjes edhe kem dëgju dëshmitar të caktuar, ose tash frikë e patë në procedurën civile, e dëgjum një dëshmitar në Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes videolinkut. Çka nuk kupton? Kjo nuk kupton se një dëshmitar mund të dëgjohet, nëse ka arsye kuptohet, mund të dëgjohet edhe përmes videolinkut, edhe në procedurën hetimore. Edhe nga prokuroria, jo vetëm sa gjyqësore. Edhe nga prokuroria. Prandaj nuk ka arsye me kompliku këtë situatë, tani më që gjendim në situatë më thonë shumë të pavolitshme, sepse unë nuk e kam pa urdhën cilën e ka lëshu gjyqtari sa e lexova në media, Kurtaj, Valan Kurtaj. Ai sigurisht ka qenë i detyruar të veproj, sepse kur të paraqitet një kërkesë e prokurorisë, ose e mbrojtjes,
gjykata ka detyrim vepraj gjyqtari procedurës paraprake. Ta zamë, nëse une e bëj një propozim caktuar për më dëgju një dëshmitar në fazën e time në prokuroria nuk e akcepton, që kur të rasti sopa, bëj ankesë të gjyqtari procedurës paraprake, du të ma vendosë ankesën. Pa tjetër du të ma vendosë ankesën. Për arsye se nëse nuk e vendos, a e cenan shumë rënd parimin e shejt zbalin e vërtetës dhe faktikisht parimin e barazisë palme në procedurë. Prandaj, në rastin konkret, nëse kryeministri ka dhënë arsye për mos paraqitje, nuk do të thotë se duhet mu apliku një masë restriktive. Mund me shty, me marrëveshje. Për kanë shty. Po x herë na ka ndodhur në procedura gjyqësore ku një dëshmitar s'ka mujt me ardhë, kem pas mirë kuptim edhe kem vepru. Po veç tash i bie është hera e tretë. Asnjëherë kërkon nuk kam lexuar që dëshmitari që kryeministri si dëshmitar ka refuzu me dhënë deklaratë. Prandaj harroni që ka refuzuar me shku në prokurori, po jo me dhënë deklaratë, po. Harroni që gjykata mund me lëshu urdhë arrest për dëshmitarin. Është një dispozit tjetër që mund mu përdorë, na thojmë mutatis mutandis për shtatshmërisht, është në 305, në kapitullin e 19 atje të shurtimit gjyqësor, ku thot që nëse dëshmitari nuk paraqitet dhe nuk e parsye, mundet çdo herë me u dhënë një dënim nga 250 euro. Këta thotë edhe në 132 në këtë rast. Mirë, po në 132 nuk e përmend lëshimin e urdhrit për sjellje me forcë të dëshmitarit. Ndërsa në 305 e përmend. Çka i bën kjo? Kjo i bën që në të ardhmen mundet paraqitet pyetja mund shuni urdhër për sjellje me forcë të një dëshmitari, pa marrë parasysh cili mund të jetë dëshmitar, për me ardhur në prokurori. Unë nuk isha dasht me matutje mu impliku gjykata në këtë rast, sepse gjykata, nëse lëshon çfarë do urdhri në rastin e caktuar, sigurisht që po ka të drejtë, edhe nëse dënohet me gjobë dëshmitari, për mos paraqitje. Nuk është ndonjë gjobë e madhe, 250 euro ishte. Parasysh ka drejt me bë ankesë, me ushtru ankesë në bazën e 132 paragrafi i fundit është atje thotë ka drejt me u drejtu kolegjit qyrtues të asaj gjykate. Edhe nëse i pën arsyet, atëherë gjykata sigurisht e anulan atë vendim edhe e kthen në vendosje. Pra, veç për me qartësu, pra po thënë që ka gabu prokuroria, gjykata, apo po gabon kurti? Kjo është pyetje shumë e vend, po unë nuk jam këtu me dhënë përfundime të kësaj natyre. Nga kodi procedurës që e parashet. Ashtu, unë do të mundona me dhënë me vigjilencë, gjithënim me vigjilencë, do të mundona me dhënë një mendim sqarues lidhur me ligjin në fuqi, kodin e procedurës penale. Dispozitat për nenin 99 dhe të nenin 102.3 edhe nenin 7 ja përcaktojnë disa detyrime në fazën e hetimit prokurisë. Prokuria ka drejt sot me zhvillu hetime deri në 2 vjet. Mundet me kërkesë edhe deri në 1 vjet me shty gjyqtari procedurës paraprake me kërkesë e shtyn jap mundësinë edhe deri në 1 vjet. Mirë po, te krimet financiare, sikur që është ky rast, flasin provat materiale. Kupton? Te krimet financiare tekst veçantë kanë provat materiale, jo dëgjimet e dëshmitarëve. Po veç dëgjimet e dëshmitarëve mund t'i inkriminojnë? Tash edhe një çështje që ja vlen pak me trajtu. Neve na ka ndodhur në praktik, e kanë thirrë fillimisht si dëshmitar, kam asistu si avokat e kam përfaqësuar dëshmitarin në fazën e hetimeve të prokurorit lidhur me një çështje, edhe në ndërkohë prokurori ka marrë atë vendim për zgjerim të hetimeve kundër atij dëshmitari, sepse policia ka bërë kallëzim penal, ka ardhur të provat e caktuara, edhe është dashur faktikisht më marrën pyetjen cilësitë pa ndehurit tash, sepse ka vendim për zgjerimin e hetimeve kundër tij për veprën penale të caktuar. A ka ndodhur kjo në praktikë? Mundet me ndodhur në praktikë. Shumë herë ka ndodhur, ka shku fillimisht ka dhënë si dëshmitar, në ndërkohë është zgjeruar hetimi edhe ka përfunduar edhe me akuzë
dëshmitarët. Po prova, dëshmia cilën dëshmitari e ka dhënë si dëshmitar, nuk mundet më përdor kundër tij nëse ngritet akuza si i pandehur. E kupton, sepse si i pandehur ka drejt, po e quaj tash edhe me gally, ndërsa si dëshmitar duhet ta thotë vërtetën. Prandaj çka ndodh në praktikë, këto janë taktika operacionale po e quajt prokurorëve. Që mundet ky dëshmitari me u kthy më pastaj deklarimi rrajshëm në aspektin e përgjithshëm. Po, në aspektin e përgjithshëm. Edhe në rastin konkret, nëse një dëshmitar e pa arsye të caktuar se nuk mundet të marrë, prokurorën e obligojnë ato dispozitat që thash, edhe kodi etikës për prokuror, me qenë vigjilent, me zhvillu hetime në fazën e caktuar sa më shpejt, edhe me ardhët e përfundimi, jo me majtë vjerë një të pandehun që shkam ditë me majtë në praktikë. Ka prokurorë i jashtëzakonisht vigjilent të zatë edhe gjyqtar. Nuk po thëmë tash në aspektin e asaj pjesët kritikës. Po flasë për pjesën që nëse një dëshmitar është i domosdoshëm mund me dhënë prova, prokurorin pas nevojë e autorizon policinë në shpejtësi, ka drejt, është atje që thash të dispozita në 102-3, nuk më kujtohet konkretisht, e autorizojnë policinë. Policia e thirr, ose shkan, edhe e merr në pyetje, kryen atë veprim juridik. Në ndërkohë prokurori përsëri e merr në pyetje. Tash këtë qëto s'po ndodhen. Në këtë rast nuk po ndodhen. Po kjo e dëmton sistemin e drejtësisë, ju e thanë në hyrje. Po. Në hyrje të emisioni. Kjo krijon iluzione, kjo krijon paqartësi te populli. Kush me i besu më pasaj sistemi drejtësisë, kur kryeministri tazëm thotë që ata po bëjnë luftë hibride, dajmeje, po më luftojnë, po më sulmojnë. Deja, unë nuk kam informacionet që mund mi pas një kryeministër, sepse një kryeministër merr informacionet prej agjencionet për inteligjencë. Një kryeministër merr informacionet caktuar prej organeve. Unë nuk më lëshona në atë pjesë, unë vetëm e di një që kam pas edhe kam raste shumë, edhe në prokurori speciale, ka prokuror të mrekullueshëm. Edhe në departamentin special, që po e përmeni Valon Kurtaj, është një gjyqtar i mrekullueshëm, ai ka qenë pjesë e në kohën e Udeksit e prokurorit që është në Hag, Mjal Çuku. Po. Unë një rast që kem pas, ky ka qenë pjesë e veprime me atë prokuror, edhe është prokuror gjyqtar shumë i zotit. Po, unë thash nuk e kam pa vendimin, nuk do të nxjerr përfundime as për njërën anë, as për anën tjetër. Unë vetëm po e them në aspektin e profesionistit. Për mua është brengos që çka është të ndodh. Pse prokurori s'po lëshon pej, ose pse po ndodh, nuk po dëgjohet në vendin ku po thot kryeministri, sepse diçka nuk ka në rregull, nëse na mujnë me i dëgju edhe jashtë gjykatës, pse nuk vepron prokuroria speciale në atë mënyrë, po insiston marrë prokurori, ndoshta prokuroria ka. Veç jashtë gjykatës është kryesisht në rrethana ekstreme, apo jo? Ja, nuk do të thotë. Është rrethana i smut, son lëviz, nuk jeton në Kosovë. Po, ndëgjo, edhe këto janë arsye, që ja tha, mirë po, a nuk është edhe arsye nëse kryeministri Tazam dyn me qenë edhe ky i angazhuar, me gjetë një modus vivendi, një modus, një metodë operative funksionale e cila i ul që të dy të dhe njoftimin e ka pas nga java e kaluar, e ka lënë për të martën pikrisht në atë kohë një termin për me shku me edhe një gurthemel atë të një qerdhe që pasit që kishë përfundu gurthemeli i sheq krejt a i gurthemel. Dhe më thonë, një farë improvizimi për t'i ikur. Po e kuptoj, po me gjithat edhe ajo është një arsye, nëse aplikohet dënimi me gjohë prej 250 euro, edhe kryeministri tash si dëshmitar, ka drejt ankese në kolegj, kolegji mund me akceptu dhe me anuluat vendim. Prandaj, unë thash, gjykata nuk është dash mu impliku. Njerisht, sepse është ka i ullet autoritetet dhe gjykatës. Njerëz nuk e din se ajo gjykat, të gjithë nuk e din se ajo gjykat ka detyrim me vendos. Nëse gjyqtari procedurës paraprake ka lëshu urdhër për me u paraqit datën e caktuar që është detyruese. Po nëse ka arsye, gjyqtari sigurisht nuk ka me apliku përsëri mbas kërkesës prokurorisë urdhër për me sjellë forcërisht dëshmitarin në prokurim, me çu policët edhe me marr.
Nuk mu i mëlqu urdhë arrest. Urdhë arresti, unë ka njerë për e shën media të... Po ka që atë se të mundet me arrestu? Jo, në asë një mënyrë. Urdhëri për me sjellë detyrimisht, forcërisht, me forcë me sjellë, shkojnë dy policë, e marrin dëshmitarin, çështja është nëse gjyqtari refuzon. Ajo është me njerë automatikisht pengim gjatë ushtrimit detyrës zyrtare, është vepër tjetër e veçantë penale. Plasëm për diçka tjetër. Urdhë arresti lëshohet prej gjyqtarit procedurës paraprake kundër një të pandehuri i cili nuk merr pjesë në gjykim. Edhe mësatja e tij e rrezikon, domethënë procesin, sepse mund më dyshu që ai i pandehun i akuzum mund me ik, mund me pengu procedurën e tjera. Prandaj lëshohet urdhë arresti. Ndërsa në rastin konkret, nëse ulëm dëshmitarin, çfarë do emri le të është, vjen dëshmitari, pa marrë parasysh a vjen vet apo e sjellin me forcë, e bin, e ulin vetorë të policisë, e sjellin dhe që gjyqtari 2 vetë, 3 vetë, 4 vetë së mëndësi, edhe, apo dhe të prokurori, edhe fillon me dhonë deklaratën, thot, refuzoj mu deklaru. Atëherë, mund nxjerr vendimi me cilin i shqiptohet dënim me gjobë, po edhe dënim me burgim. Në një rast, dëshmitari vjen në seancë, detyrimisht e sjelljen sipas urdhrit të gjykatës, sjellje me forcë, edhe ulët, i lexohen drejtat, zoti prokuror, urna dëshmitari është i juaj, prokurori special, Salustra, fillon me paraqit pyetje, thot, s'flas. Thot dëshmitar të dënoj sa të dush. E dënon 100 euro edhe e liron. Edhe muaj dëshmitar s'paraqit. Prokurori është ai i cili ka me vlerësu sa është i domosdoshëm dëgjimin i dëshmitarit edhe a ka gjasë me nxjerr prova të caktuara përmes tij. Prandaj, nëse është dëgjimi i kryeministrit i domosdoshëm, sigurisht që duhet dëgjohet. Është më rëndësi vendi. Për mu nuk është më rëndësi vendi. Çdo klient që e kom pas dëshmitar... krijon precedent rrezikshëm edhe kjo. Se tash nëse ky çet kushte do ta marrin si shembull edhe të tjerët. Pse te ky ka ndodhur jo? Unë apet po e them, me rregull. Nisur proceduralisht me rregull, dëshmitari ka detyrim paraqitjes edhe pa urdhër, me ftesë të prokurorit. Ose nëse është autorizuar policia që dërgon ftesë. Po që se ka arsye mos në ardha ditë, dëshmitari e parsyn, edhe automatikisht organi thirrës që ka proceduar ftesën duhet me etik me trajtu atë çështje. Duhet me pas kujdes të veçantë. Nëse dëshmitari është i nxanur, ka arsye të caktuara, atëherë e shtyn, vepron, po që është e domosdoshme mu marr shumë shpejt, sepse pritet sigurimi një prove në teren, e kupton, nxjerrja një prove të caktuar që mund më zhduk, atëherë pse mos me shku edhe në vendin e caktuar me marr dëshminë në shpejtësi. Unë përsëri po e them. Është shumë e vërtetë që prokurorët nuk kanë arsye dhe nuk mujnë me vrapu mas dëshmitarëve, po e duhet me ndodhe kundërta dëshmitarit, duhet me kry me ndërgjegje, atë detyrë me shku para organet tjera, së mëndësia është polici, i cilja ka dërgu ftesën në bazë dhe autorizimit caktuar, apo kupton? Ose prokuria speciale ose gjykata, ose një prokuria thjeshtë. Edhe ai duhet mu paraqit nëse nuk ka arsye për shtyrje. Nëse s'ka arsye. Tash këj problemi është se kush duhet me lëshu pe. Tash dikush duhet me lëshu pe, apo? Po tash kush duhet me lëshu pe që mos më rrënu sistemi. Nëse lëshëm pe gjykata, rrënohet sistemi. Nëse lëshëm pe prokuroria, rrënohet sistemi. Nuk do të mund njës prej ati parimi. Prokuroria do të mund njës prej parimit prej nënit shtatë. Ka detyrim i nxjerr provat që shkojnë në favor edhe në disfavor të ati të pandehurin në atë rast. Po do me dëgju një dëshmitar që është i domosdoshëm. E dini ju, i kthejna përsëri kësaj pjese, që ne kem propozu me ndërmarrë veprime hetuese dhe veçanta të gjyqtari procedurës paraprake, sepse një dëshmitar mund me shku në botën e jashtme dhe s'unë e gjejmë, sidomos
të Po të veç kjo trafikimit është me rrethon njerëz. specifike. Apo? E tjera. Po, edhe në atë rast lejohet edhe në raste tjera përmes videolinkut, unë ju thash. Po më pas nevoj, jo me shku në zyre, po përmes videolinkut, duhet me ndërmarr aktivitetin serioz veprimin juridik dëgjimin e dëshmitarit, mos me tu provat, nuk ka më rëndësi a i shkan apo t'i vjen. Unë t'isha prokuror special në atë çështje, unë personalisht po flas për veti, unë nuk kisha me vepru me ngul. Ta zëm që përmes videolinkut pa mundësot ky lloj komunikimi që ndodh prokuror i pandehur ose dëshmitar, pra ja lexon pikat e hetimit edhe i thët me datë qika, kështu, dhe ja jap në shikim letrën. Në video lidhje nuk mundet me pas që të lloj komunikimi. Sepse ky ka për të përgjigjur, apo jo, për vendimet që afron prokurori. Po, janë mjetet elektronike, cilat në mënyrë shumë qartë e qetë dokumentin për cilin jep dëshmitarit me e thonë po ose jo, është ai dokument që ju e keni shua apo jo, etj. Në një rast penal, avokati mbrojtës ndërkombëtar e jep fjalën premtare prej shtetit tjetër. I bën kërkesë gjyqtarit ta muj me dhënë fjalën premtare te ju përmes videolinkut. Me ja kanë parashtruar unë një gjyqtarit të Kosovës. Këtë kërkesë isha ra shumë keq. Po veç fjala përfundimtare është në farë formë nuk është shumë e rëndësishme se sa procesi shqyrtues. Këta po du me ta thonë. Esenca rrugëtimi që që ka para pa kodi procedurës penale, nuk do të me para pa me ngërthy sa ma ngushat normë, po do të një interpretim sa ma gjani, cili ka me shku në favor të zbulimit vërtetës materiale dhe respektimit të njeriut dhe drejtat njeriut. Prokurori ka detyrime ndaj ati qytetari, caktum cilin do me marrë dëshmitar. A mund të konsideron të pazët këta prokurorë që s'pa rrinë me sjellë kryeministrin në prokurori? Nuk muj me thonë jo, nuk ka të bëjmë këto përsëri për të bëj, sepse rrugtimi, nëse ligje ka parimin të gjithë barabartë, pra këtë rast i bie një prokuror s'pështizoti me realizu që të parem. Ja, kodi procedurës penale e parashe. Edhe prokurorët deri më sot kanë vepruar sipas tyre, mëse nuk kanë arri marrëveshje të caktume që nuk është në kundërshtim me ligjin. Dëshmitari thotë sot s'po muj më ardh, po nesër, ose nesër muj, përsëri nuk muj, po ju kisha lutur, ka mundësi me realizu, sepse kjo është arsyeja. Edhe çka e ndal të zamë me realizu në atë mënyrë atë prokuror. E lejon mundësia. Mirë po, unë përsëri po e them, kodi procedurës penale nuk është kontrat. Kodi procedurës penale është detyrues për gjithë, thash edhe ma herët, edhe pjesëmarrësit. Kjo i bjen për policinë, domethënë për posprokurorit të gjykatës, për policinë, për dëshmitar bashkëpunues, për dëshmitar që janë edhe palë dëmtume, për dëshmitar të mbrojtur, është detyrues. Prandaj, nëse ligji ka thënë, në 132 dhe 305, nga qënë ftesën, nëse nuk vjen, atëre, prokurori ka detyrim i bo kërkesë gjyqtarit procedurës paraprake, këto e ka bo prokurori. Po unë e kisha mendu më herët, këtë pjesë thash, sikur të kisha qenë prokuror, i çështjes, po, dikush mund me thonë pësje, po vërtetë që s'jam edhe, po edhe në këtë kohë, në këtë situatë, nuk mu e kuptoj arsyen, sepse mbi të gjitha, parimi zbulimit vërtetës materiale është mbi të gjitha. Duhet sa ma shpejt më siguru provat. Duhet më ndërmarë veprimet juridike hetimore. Nuk duhet me nëmë pandehun me prit që sa... Po veçtash prokuroria po e pret dëshmin e një dëshmitare që ka nënshkru qatë vendim për dyshimet për korupcion në X raste, si që është ashtë në rezervat shtetërore. Pra, po e pamundson vazhdimin e hetimeve personet që ka nënshkru një dokument. Une nuk e di gjendjen e faktet të ati rasti, edhe nuk më i më lëshu. Sikur që thash nuk e kom pa vendimin e gjyqtarit Kurtaj nëse ai është lëshu si ati vendimi. Por mi shpang procedurat e blerjes e rezervës shtetërore, Kurti e ka nxjerrë vendimin, e ka nënshkru, por mi shpang këtu. Prandaj thirret më u pyet. Dëgjoj, përsëri na shpesh e thojmë,
një vepër penale që lidhet me keqpërdorim detyrë zyrtare. Nuk kryhet pa dashje. Duhet me ekzistu në mënyrë strikte dashje. E para e dyta, nënshkruesi ka ministër dhe kryeministër që në shumë e mira dokumente. Edhe automatikisht veç për nënshkrim, ai me qenë penalisht përgjegjës? Jo. Prandaj kërkohet dashje. Dashja për qëllime me bë dëm dikujt tjetër, me përfitu vet ose me përfitu tjetër. E kupton? Mi kap elementet e asaj vepre penale në bazën e provës. Dashja është element që shumë vështirë vërtetohet. Jo, lehtë vërtetohet. Bile të krimet financiare shumë lehtë vërtetohet. Shumë ma lehtë se të krimet financiare. Dashja më vërtetu nuk ka. Janë ekspertizat. Po veç edhe procedurat tash që shkojnë, tash dashja normal që thot kam dashur që Kosova të ketë rezerva shtetërore, po procedurat kanë qenë kriminale. Tash qysh balafaqohet procedura kriminale me dashjen. Dëgjoj, te këto krime financiare rolin qendror e luajnë provat materiale, cilat trajtohen prej ekspertëve. Edhe eksperti caktuar e jep mendimin. E jep përfundimin, në fund thot ka shkelje kësaj dispozite. Mirë po, dëgjoj tash, sa është interesant. Pyetje shumë e vend. Mirë po, çdo shkelje nuk do të më konsideru vepër penale. Mund me qenë shkelje disiplinore. Ose administrative. Ashtu është edhe mund me dhoni vrejtje në procedurë disiplinore. Ati shërbyesi civil ose ta zam si të rasti i këtij përmbaruesit privat unë e mbroj, nuk do të thotë çdo lëshim çdo lejim për rezervimin e një shume të caktuar, ngritjen e një shume, edhe ma vonë pala nëse s'dën me marr me bë prapësimin, transferi mu konsideru vepër penale. Jo. Edhe nëse po e zojmë përsëri po e them, edhe nëse e ka bë me një qëllim të caktuar, përsëri është një shkelje disiplinore, nuk është vepër penale, sepse dashja s'ka qenë edhe nuk ka pas elementi inkriminues. Po flasni kështu në përgjithësi apo jo? Se këtë rast e dim pak të rezerva shtetërore është bukur dyshuese. Tash ne nuk jemi për ta dhënë verdiktin, normalisht, po është shumë dyshuese se është pagu malli s'ka ardhur malli. Unë shpesh them, është standard ndërkombëtar edhe në Bashkimin Evropian, është detyrues edhe në bazë të kodit procedurës penale dhe në bazë kushtetutës, prezumimi i pafajësisë. Derisa një akuzuar, një panderu, shpallet fajtor me vendim formës të prerë, ajo është i pafajshëm. Në cilin do rast. Po, e vërtet. Në cilin do rast qoftë. Po. Mirë po, esenca e kësaj që ju e thatë më herët, mos shkurja një dëshmitari me dashje për me nënçmu sistemin e drejtësisë, është diçka tjetër. Mirë po, unë përsëri po e potencoj. Hala deri me sot nuk e kam dëgju një media shkrume, apo çapo diunë përmes TV-s, se kryeministri ka refuzu mu deklaru. S'është e vërtet. Unë s'paku nuk e kam dëgju. Ja, as mediat nuk e kanë thënë. Jo, mediat nuk e kanë thënë që ka refuzu kryeministri, ka refuzu me shku në prokurori. Nuk është as nuk ka refuzu me shku. Jo, po. Ka thonë nuk muj. Ka refuzu me shku. Ka thonë unë më kujtohet. Jo, ka refuzu. Jo, kështu me deklaratë ka thonë që nëse guzojnë ata le të vinë tonë, unë nuk shkej te ta. E ka pas deklaratë. Çështën ka thonë bukfalisht. Domethënë, nëse ata guzojnë le të vinë tonë, unë nuk shkej te ta. Te gjyqtari procedurës paraprake çka pritet, ta mund mu prit lëshimin i urdhri përmes sjell forcërisht, varet prej prokurisë. Prokuria mund sigurisht përsëri me vepru, po varësisht çka ka thonë shkresën e parë, mund edhe gjyqtari. Nuk e di, se ka mas kërkesën e prokurisë, as urdhën e gjyqtarit. Me ditë cili është dispozitivi i atij urdhri, domethënë çfarë urdhri ka lëshu strikt, edhe a ka thonë cili është arsyetimi i atij urdhri. Prandaj, a mund me ndodhë në tarmen me ulçu një vendim me xhop, varet përsëri. Nuk e zgjidh problemin me gjas, vendimin me xhop. Po është e drejta e ankesës mandej përsëri. Edhe në varet çka thot kolegji shqyrtues. Dhe për shkak kohës mbas e keni info zoti Vërtopi, a presni realisht epilog në çto apo s'do të ketë fund? Sipas kësaj që po shihet s'do të ketë fund. Po një punë që është nisur në procedurë penale gjithmonë ka përfunduar.
derisa të Me apo pa kurti tash i bie? Në bazë karrierës që unë e kam pas, deri me sot. Një procedurë penale e cila ka nisë, ka dëgju dëshmitar në fazën e hetimeve, ose ka ngrit akuzë, e ka qumë matutje, ose ka marrë atë vendim për pushim të hetimeve. Edhe nëse ka ngrit akuzë, një dëshmitar që është dëgju në fazën e hetimeve, nuk do të thotë që ka me shku edhe në sanë gjyqësore, sepse ndoshta ai dëshmitar s'është i domosdoshëm dhe prokurori se propozon. Por nëse propozon, ai dëshmitar ka me shku edhe në shërtim gjyqësor. Edhe çdo procedurë që ka fillu do të me përfundu. Kjo i vjen që çdo procedurë ka fundin e saj. Pa marr tash parasysh sa mund me zgjat, po kjo do të përfundoj. E çysh ka me përfundu, do ta shohim. Betet më po. Faleminderit shumë zotë Vërtopi që ishte mësues në raport. Do të vazhdojmë të marrim dimensione se këndvështrime të ndryshme sa i përket saj, sepse është një problem që tash e sa kohë në farë forme është i pranishëm dhe që po insistohet që Kurti me u paraqit në prokurori për dhënë dëshminë e tij për zërat shtetërore. Do të lidhemi drejt për drejt me Florim Shefqetin, është avokat, gjithashtu një këndvështrim të tij për këtë nëse duhet të përgjigjet Kurti ose nëse ka elemente tjera, forma tjera të prokurorisë për ta marrë dëshminë e tij. Përshëndetje zotë Shefqeti. Përshëndetje nderuar, faleminderit se isha. Faleminderit shumë. U përmendën këto pak a shumë disa prej elementeve të formave që mund ndodhë intervistimi i Kurtit përveç kësaj që me shku fizikisht në zyret e prokurorisë. Ta zëm ishte edhe si opcion përmes video lidhjes ose forma tjera, pra a ka dhe këmbgulësi nga ana edhe e prokurorisë përveç Kurtit, normalisht që e ka zgjedhur vetëm një formë? Unë e dëgjova me vëmendje zotrin Vërtupi, për cilin ndojmë respekt jashtëzakonshëm profesional, por ajo që ne konsiderojmë sipas kodit të procedurës penale është qartë e sqaruar në 4 paragrafet e nenit, ku në paragrafin e parë përcaktohet detyrimi i secilit qytetar që të i përgjigjet ftesës për dhënien e dëshmisë. Ky paragraf në pjesën e fundit të tij e sqaron edhe aspektin e caktimit të paraburgimit në rast të refuzimit të shkuarjes për dhënie të deklaratës. Në paragrafin 2 e specifikon po ashtu caktimin e paraburgimit kur dëshmitari i përgjigjet ftesës, por refuzon deklarimin e tij. Sepse keni parasysh sipas kodit të procedurës penale, secili person, secili qytetar, përjashtimisht rrethonave kur ka raporte familjare të tjera, ku mund të jetë dëshmitari privilegjuar apo i liruar nga dëshmia, në rastin konkret, secili qytetar në rastin nga zoti Kurti është i detyruar për dhënien e dëshmisë. Dhe po ashtu ka detyrim të përgjigjet secilës ftesë përjashtimisht shtyrjes së saj në rast të arsyeve, por që ka detyrim të i përgjigjet ftesës në rastin konkret të prokurorisë. Ne kemi parë sot që kishte një urdhër nga gjykata që një të paraqitet dhe nuk ka ndodhur së e tillë. Dhe tani sipas kodit të procedurës penale paragrafit ne gjykata ka mundësi që të njëjtit të shqiptohet gjoba për mos pjesëmarrje. Kjo mund shqiptohet disa herë, ashtu thot kodi i procedurës penale. Dhe së fundmi ndaj tij mund të urdhërohet edhe mos e paraburgimit me qëllim që ndaj tij ai ta jap deklaratën. Ajo që ju e thatë dëgjimi përmes videolingut e të tjera, konsiderojmë që nuk mund të aplikohet në rastin konkret. Kjo zakonisht bëhet në rastet kur dëshmitarët nuk jetojnë në Kosovë dhe kanë probleme apo pamundësi të pjesëmarrjes apo dhënies së deklaratës pranë organit të akuzës në rastin konkret prokurorisë. Ajo që vjen në përshtypje sepse kemi pa forma të ndryshme të interpretimeve, paragrafi 4 i nenit të caktuar e sqaron kush nuk mund të paraburgoset dhe flet për personelin ushtarak e të tjerë. Që nënkupton që në rastin konkret zotri Kurti është i barabartë me secilin qytetar dhe refuzimi i tij në këtë formë normalisht për bindjen tonë nxit mosbesim sistemin e drejtësisë, e që konsiderojmë që është gabim, sepse secili dëshmitar në një precedent të tillë, secili dëshmitar do të prolongoj procedurën deri në hapat ligjor dhe nuk do të ketë mundësi tutje nëse kështu do të mbetet që asnjë dëshmitar të
i përgjigjet në mënyrë vullnetare prokurorisë në rastin konkret. Po, zotë Shefqeti, çka tuti tash i bie pra që dikush duhet të çoj petash, nëse vazhdon kështu kjo formë, mund veç të përsëritet edhe të mos kryhet, pra sepse këtu është involvuar edhe gjykata, pra është edhe një gjykatë që ka lëshu urdhër për dallim nga prokuroria që kishte ftuar 2 herë. Po, sepse Kodi i Procedurës Penale e përcakton formën ligjore dhe prokuroria normalisht, ne kemi kuptuar që janë 2 prokurorë, njëri nga ta zotin Krasniq që e njohëm në kuptimin profesional dhe është jashtëzakonisht i përgatitur, normalisht që nuk bën shkelje procedurale. Dhe normalisht janë drejtuar gjykatës për të pasur një urdhër të ligjshëm për detyrimin e tij që të paraqitet në prokurori. Sipas Kodit të Procedurës Penale, ndaj tij mund të shqiptohet gjuba deri në situatën e ndalimit të tij përmes caktimit të paraburgimit me detyrimin e tij për dhënë deklaratës, sepse secili dëshmitar kur tham nuk është i liruar apo i privilegjuar në dhënien e deklaratës ka detyrim të ofrimit respektivisht dhënies së deklaratës së tij pranë organit që zhvillohet procedura në rastin konkret prokurorisë. Ndërkaq pati reagime të shumta, reagoi edhe Këshilli Prokurorial edhe zyra kryeprokurorët të shtetit, po me pastaj një kundërreagim të ministrës Haxhiu për atë në kryeministrin e detyrave të tjera, pra reagime. Ne konsiderojmë që këto reagimet e Këshillit Prokurorial normalisht, sepse ne me aq sa kujtojmë është rasti pa precedent që një zyrtar i lartë të refuzoj bashkëpunimin me organet e drejtësisë, dhe kjo nëse asgjë tjetër jo japshëm model apo shembull jo të duhur të nxitjes së besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Në një sistem drejtësisë që me vite është tentuar që të punohet të avancohet, reflekton një dozë mosbesimi nëse bëhen këto lloj kalkulimesh për çfarë do qëllime që bëhen. A ka qëllim sipas jush? Qënë nga dëshmitari, këtë rast Kurti, ose edhe nga prokuroria, sepse dhe prokuroria akuzohet, azëm Kurti po thotë që ka qëllime me dëmtuar personalisht? Jo, dëgjoni, unë nuk njoh nocion ligjor që një person që jap deklaratë si dëshmitar të dëmtohet në ndonjë formë. Thjesht ai përmbush detyrimin qytetar, detyrimin ligjor përmes ftesës nga ana e prokurorisë që të jap deklaratën e tij. Por ne kemi pa që zotri Kajtazi ka publikuar një ftesë për ofertë që ministri Hajdari kishte bërë zotrit të caktuar për furnizim e rezervash të dorë marrëmet. Po, dhe ajo i jepet në ora 2:22 pasdite dhe i thotë sot gjatë ditës të bëhet dërgimi i ofertës. Pra, le të kuptohet që nëse jo zonja Hajdari dikush ka bashkëpunuar me të njëjtin për të diskutuar që i njëjti ka kompetencë për furnizim e rezerva shtetërore. Dhe në këtë situatë ne nuk do të befasoheshim në aspektin profesional, nëse edhe zotri Kurti ka qenë në informacione që i njëjti do të bëjë ofertë, e që zotri Kurti të ndrohet cilësia nga dëshmitarët e pandehur. Sepse nëse ai ka qenë në dieni dhe kjo ti ndrohet cilësia sipas ligjit që a është krejt loja, krejt poenta pra që frika që me ju ndru cilësia zotrit Kurti? Unë nuk dua të paragjykoj, kjo mund të jetë, nuk dua të paragjykoj as prokurorinë sepse nëse në veprimet e zotrit Kurti janë përmbushur këto elemente për të cilat ne i përmendëm, atëherë i njëjti nuk do duhet të ftojë si dëshmitar për si pandehur. Ngjashëm siç kemi mund ta shohim edhe në komunikimet për dhënje të tenderëve në grupet e WhatsApp-it në KEK, që domosdo për nga pozicioni, për nga konfidencialiteti i procedurave, edhe me mos veprim lë veprimet të cilat mund të jenë inkriminuese. Ajo mbetet pjesë e prokurorisë, por sidoqë të jetë mund të ketë elemente, por ne nuk mund të konkludojmë për shkak që nuk kemi çështje. Kërkoj falje për ndonjëse. Ne nuk mund të konkludojmë diçka të tillë për shkak që nuk kemi çështje në shkresat e lëndës dhe ajo mbetet të shifë tutje pasi që të ekzekutohet aspekti i dhënies së deklaratës qoftë vullnetarisht apo forcërisht për zotrin Kurti. Faleminderit shumë zoti Shefqeti për kohën dhe përgatishmërinë. Faleminderit për juve. Faleminderit shumë. Ishim drejt për drejt edhe me avokatin Florim Shefqeti për të marrë edhe një këndvështrim të tij për këtë lojë të Kurtit dhe të prokurorisë
nëse do të merret ose jo dëshmia e tij në rastin e rezervave shtetërore. Ndërkaq më në fund procesi zgjedhor duket se po shkon drejt fundit. Numërimi i votave po shkon drejt fundit. Kam përfunduar sot ato me nesër pritet përfundojnë edhe me kusht edhe të personave me nevoja të veçanta për të nisur pastaj